Kryeministri Edi Rama në 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë ka cilësuar Bankën e Shqipërisë si një ndër institucionet më të konsoliduar në Republikën e Shqipërisë, duke theksuar se ajo përfaqëson standarde që i duhen një vendi për të konsideruar pjesë e botës së zhvilluar dhe për më tepër për të qenë një linjë me kërkesat e Bashkimit Evropian. Banka e Shqipërisë hyn në shekullin e saj të dytë dhe gjendet në një hartë krejt të re nga harta ku ajo vendos në fillim të shekullit saj të parë. Pas pandemisë globale, luftës në Europë, dallgëve inflacioniste, sot jemi të gjithë të vetëdijshëm se politika monetare nuk matet më vetëm me normën bazë, por matet detyrimisht edhe me pritshmëritë. Dhe sot normalizimi do të thotë shumë më tepër se sa përdorimi i mekanizmit të normës bazë, pasi do të thotë edhe transparencë, edhe kreativitet, edhe kurajo, hap pas hapi, me vigjilencë dhe pa panik nga befasit gjithmonë më të pranishme në jetën e përditshme të vendeve dhe të fshatit ton global. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko nga ana tjetër ka vlerësuar se ekonomia shqiptare përballet me 3 sfida kryesore, të cilat kërkojnë politikat e kujdesshme dhe përshtatjen në realitetet e reja globale. Seko tha se sfidat e para lidhen me rritjen e tensioneve gjeopolitike në arenën ndërkombëtare, të cilat kanë sjellë një realitet të ri ekonomik me barriera më të larta tregtare dhe lëvizje më të kufizuar në kapital. Besimi i investitorëve vendase të huaj, sistemi financiar shqiptar ka ardhur në rritje. Kjo dëshmohet nga rritja e investimeve të huaja, nga rritja e besimit të publikut në monedhën vendase dhe institucionet financiare shqiptare, si dhe nga reduktimi i primave të rrezikut. Së fundi, një dëshmi tjetër e stadit të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë është dhe partneriteti i gjerë që ajo ka me një sër organizatash ndërkombëtare. Banka e Shqipërisë është anëtare me drejta të plota e institucioneve të Bretton Woodsit, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore dhe gjithashtu e Bankës Ndërkombëtare të Rregullimeve BIS Basel. Po ashtu Banka e Shqipërisë ka një proces të strukturuar dialogu me Komisionin Evropian, një kuadër të gjerë bashkëpunimi me Bankën Qendrore Evropiane, sidomos në fushën e mbikëqyrjes bankare dhe të sistemeve të pagesave, një seri projektesh binjakëzimi me Banka Qendrore të Eurozonës dhe një rrjet të gjerë marrëveshjes bashkëpunimi me institucionet homologe rajonale. Të nderuar të ftuar, historia e një institucioni mund të analizohet bazuar në burime historike, por ajo është gjithashtu produkt i punës dhe vendimeve tona të përbashkëta të përditshme. Në këtë kontekst, më lejoni ta kthej vështrimin nga ardhmja, duke u ndalur në vizionin, misionin dhe politikat që do të udhëheqin aktivitetin e Bankës së Shqipërisë në dekadën e ardhshme. Vizioni ynë për të ardhmen është një bankë qendrore moderne, e cila aplikon praktikat më të mira ndërkombëtare, e aftë për përmbushur misionin e saj, si dhe denjë për qenë anëtare e sistemit evropian të bankave qendrore. Vënia në jetë e këtij vizioni kërkon një mandat të qartë dhe të fokusuar në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Seko deklaroi se rreziqet që vijnë nga këto sfida e kalohen si në cilësi dhe në sasi nga oportunitetet që ofron procesi antarësimit në Bashkimin Evropian.